Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma dhe mirëserdhat në një edicion tjetër të emisionit ton Bashkimi Evropian dhe ne. Në prag të një momenti kyç, në datë kur Këshilli Evropian edhe do të publikoj konkluzat për procesin e zgjerimit dhe të vendos kursin për vendet e Ballkanit Perëndimor, gjithashtu duke e përfshirë edhe vendin ton, këtu pyetja nuk është më a duam të jemi pjesë e Bashkimit Evropian, por çfarë kemi bërë ne që të jemi pjesë e Bashkimit Evropian? Derisa Brukseli po i llogarit të gjitha hapat e vendeve të Ballkanit Perëndimor, përfshirë edhe vendin ton, neve na mbeten shumë çështje të hapura, të cilat i detektoi edhe raporti i fundit i Komisionit Evropian, ku duhet të bëhen reforma të thella në gjyqësor, lufta kundër korrupsionit, gjendja, siguria, të drejtat e njerëzit e të tjera. Të gjitha këto çështje sonte do t'i diskutojmë me dy ekspert do të thoja të kësaj çështje, pasi që të dy punojnë në fushë në këtë drejtim për të drejtat e njerëzit dhe aktivistë të devotshëm. Pranvera Kasami na vjen nga Brukseli dhe Ardit Ramadani. Mirëserdhët në emision. Mirë se gjetëm, faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë për ftesën. Pranvera përmenda frymën e Brukselit, përmenda pjesën ku pasi që na vjen tani nga Brukseli, dhe do doja një këndvështrim, një pasqyrë të asaj, jo si e shohim ne procesin, por si diskutohet procesi i Maqedonisë së Veriut në tryeza të tilla të flasim, ndoshta edhe në biseda jo formale. Në radhë parë të falenderoj edhe një herë për ftesën. Nora, është kënaqësi gjithmonë që diskutohet me ty në tema që janë shumë interesante dhe shumë dobishme për nënqiellin ton, dhe njëkohësisht të komplimentoj për energjinë, konzistencën, kontinuitetin që po e investon në këtë temë kaq të rëndësishme, që nga njerë duket sikur edhe struktura më të thirrura, jo që gjitha që investojnë energji dhe kontinuitet, por ti qëndron stoike kësaj tematike dhe bën shumë mirë. Dhe po, unë sapo jam kthyer këtë javë, domethënë prej një jave të kalume intenzive në Bruksel, me takime të ndryshme të agjendave evropiane kryesisht. Për kënaqësinë time kam pasur mundësi që të marr pjesë në disa prej këtyre takimeve ose organizimeve që organizohen atje, po kryesisht që neve na tangojnë më së shumti ato që kanë bëjnë me zgjerimin e Bashkimit Evropian, konkretisht me pozicionimin e vendeve tona si vende të Ballkanit Perëndimor, së këndemi edhe të Maqedonisë së Veriut. Dhe nëse do më pyesi edhe në fakt çfarë ishte edhe pyetja juaj se si është perceptimi në atë anë, edhe në këtë anë jemi në të njëjtën anë pa diskutim, është pak a shumë unë do ta paralelizoja me atë çfarë është perceptimi ynë, po ai është edhe perceptimi i të tjerëve, në këtë rast edhe të institucioneve të Bashkimit Evropian. Dhe tani kur flas për perceptimin ton, sigurisht këtu i referohem më së shumti perceptimit atë që unë me të cilin identifikohem perceptimit të shoqërisë civile konkretisht, sa i përket aderimit tonë në Unionit Evropian, procesin e bashkimit ose proceset që duhet t'i ndjekim, dhe po, ky perceptim korespondon me perceptimin që është edhe nga ana e komesarve të Unionit Evropian, po të duash edhe eurodeputetve ose kështu me radh strukturave të ndryshme. Dhe jo domosdoshmërisht korespondon me perceptimin e strukturave nga njerë edhe udhëheqëse, pse jo. Por në fund të ditës më vjen shumë mirë që ose bëhem më optimiste në qoftë se shikoj edhe anën e asaj çfarë është deklarative të paktën sa i përket udhëheqësisë tonë, leadershipit të vendit ton, dhe që vazhdojmë të jemi ashtu siç edhe e paraqitet, vazhdojmë të jemi. Nuk është më pyetje a dëshirojmë ose jo, mendoj që ne i jemi përgjigjur, ka kohë që jemi përgjigjur kësaj pyetje. Vazhdojmë të dëshirojmë të jemi njëri prej aktorëve me të drejta të plota në Unionin Evropian, por tani është koha të fokusohemi në gjetjen e mënyrës se si do t'i kapërcejmë ato sfida që paraqiten përpara nesh, dhe këtu sigurisht mbi të gjitha prevalon diskursi për çështjen e
ndryshimit të kushtetutës e kështu me radhë. Dhe ajo çfarë edhe shikohet edhe në të gjitha nivelet edhe atje në Bruksel është që nuk ka një rrugë alternative. Sado që ne do të dëshironim të kishte një rrugë alternative, veçanërisht sa i përket kësaj tematike, dhe jo shmangjes të asaj se çfarë duhet të bëjmë që në fusha të ndryshme ne të përputhemi me le themi rregullativat politikat e BE-s, por veçanërisht sa i përket çështjes konkretisht pakicës bullgare në vendin tonë ose ndryshimeve kushtetuese në këtë kontekst, atëherë Brukseli është shumë i qartë dhe sado që nganjëherë mbase edhe prej vendeve tona dëshirojmë të bëjmë një eskivim dhe të paraqesim në kryes debatin a është Unioni ose a është integrimi në Unionin Evropian çështje politike apo është teknike apo është meritore, mbase nganjëherë qëllimshëm e bën leadershipi ynë edhe i vendeve si tonat këtë diskurs, e parashtron këtë diskurs, prap fokusi dhe orientimi i Brukselit mbetet shumë i qartë, duke dhënë mesazh shumë të qartë se çfarëdo që të ishte ky proces, nëse doni merreni si politik, nëse doni merreni si meritor apo teknik, pra ju duhet të vazhdoni në mënyrë të vendosur të ndiqni ato që kërkohen në këtë rast dhe edhim çfarë kërkohet nga vendi ynë. Pra, ka pas, kam shumë dëshirë që të flas edhe për atë se çfarë në detaje mund themi edhe u diskutua, duke qenë se samiti EU Ballkan Perëndimor i këtij viti edhe u përfaqësua nga nivelet më të larta të leadershipit të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Për shembull, aty ishte prezente kryeparlamentarja e Serbisë, Ana Brnabić, pastaj nga vendi jon ishte zëvendës kryeministri Nikolovski, edhe niveli i këtij i përfaqësimit u pan gjëra interesante, nganjëherë shikohen gjëra mes rreshtash, ndonjëherë shikon edhe zilinë e vendeve me njëri tjetrin, dhe do kisha dashur shumë që të shpalosim edhe diskutojmë edhe më shumë. Patjetër. Ardit, derisa përmendi deklaratat e politikanëve tanë, të flasim kryesisht flasim për ata të cilët janë në qeveri dhe palen maqedonase që kanë deklaratat e tilla, sikur që përmendi e dëgjum Aleksandar Nikolovskin, i cili tha se Maqedonia është drejt bashkimit, është në rrugën drejt bashkimit evropian, por ne nuk duhet të kemi edhe një kusht tjetër, të themi. Si mendon, si përkthen deklaratat e politikanëve tanë, por duke u larguar, apo distancuar, apo duke qenë në atë rrugë, apo po gjenë ndoshta ndonjë farë mënyre retorike tillë që të përdoret sa për ta ulur ndoshta apo për ta shtensionuar situatën në vend? Unë admiroj gjuhën e pranverës shumë politikisht korrekte, megjithatë unë nuk di të flas aq bukur edhe aq në mënyrë korrekte për t'i thënë gjërat, mirë po mendojmë njëjtë, kështu që kryesorja vetëm gjuha ndoshta do na dallojnë këtë intervistë, do të tentoj që të jem pak më koncize dhe më i drejt për drejt. Po, shpesh, domethënë, edhe prej kësaj qeverie, të paktën deklarativisht prej çdo qeverie në fakt, kemi pasur ato frazat e njohura të cilat tani më përveshin ton na tingëllojnë si poezi, edhe të cilat nuk kemi jemi lodhur duke i dëgjuar se jemi për Bashkimin Evropian, se jemi në ato rrugë, jemi afër, dikur festonte që i hapëm negociatat, hapnin shampanja, kondonin, më pas rezultoi që në fakt nuk kemi hapur negociatat. Nikolovski edhe të gjithë politikanët tjerë duhet ta dinë në fakt se po qytetarët e këtij vendi në të gjitha, sipas të gjitha anketimeve, janë për Bashkimin Evropian, pasi nuk shohin alternativë tjetër. Dhe këtu flas sidomos për palën shqiptare në këtë shtet, e cila mos them ndoshta 99% është e prirur t'i besoj Bashkimit Evropian edhe
antarësimit në Bashkimin Evropian. Mirë po se politikanët janë apo jo në rrugën drejt Bashkimin Evropian nuk duhet të na thonë me fjalë apo me deklarata nëpër media, mirë po me vepra. Ndërkaq vepra jemi duke parë shumë pak. Në ndërkohë që Bashkimi Evropian edhe e gjitha ajo strukturë andej është shumë e qartë, i ka disa kushte edhe thotë plotësoni këto në mënyrë që t'i hapni negociatat edhe të vijojmë negociatat për t'i hapur klasteret për antarësim. Përderisa unë nuk shoh hapa konkret në zgjidhjen e problemit të ndryshimit të kushtetutës, por jo vetëm, përderisa nuk shoh hapa konkret në harmonizimin e ligjeve tona me atë të Bashkimit Evropian, në përmirësimin e sistemit gjyqësor, në uljen e korrupsionit, në promovimin e të drejtave të njeriut, ndryshimin e kodit penal dhe gjitha kërkesave tjera që i ka Bashkimi Evropian, të gjitha këto deklarata të politikanëve siç e citove edhe ti Nora, për mua më duken komplet të pabesueshme, madje më bëjnë të mendoj se në fakt ata nuk janë fare për Bashkimin Evropian, por me një farë forme dëshirojnë që popullin ta mbajnë me shpresë se ne një ditë do të antarësohemi. Po, një ditë edhe unë besoj fuqishëm se do të antarësohemi, por shpresoj shumë që kjo ditë të jetë shumë afër. Ne kemi shembuj të shteteve siç është Kroacia, të cilët nga hapja e negociatave deri në antarësim ju ka zgjatur mbi 6 vite. Imagjino një shtet si Kroacia, i cili ka të gjitha staf të mrekullueshëm, besoj edhe shumë më të përgatitur se sa që e ka shteti jonë, i është dashur 6 vite të negociojë, të ndryshojë të gjitha ato ligje, të bëjë harmonizimin e ligjeve me të Bashkimit Evropian. Sa do të na duhet neve për antarësim nga dita e hapjes negociatave. Dhe këtu vini ra, ne jemi shteti i cili më së gjatë jemi duke prit të dera. Ne kemi aplikuar ka mbi 1 dekadë që kemi aplikuar për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Mund të themi para Kroacisë, jo vetëm në të njëjtën, para Kroacisë kemi qenë një ndër shtetet e para të ish Jugoslavisë. Në ndërkohë që jemi shumë larg aktualisht, jemi edhe larg fqinjeve siç është Shqipëria. Edhe Mali i Zi. Edhe Mali i Zi, absolutisht. Edhe Mali i Zi tani po shkon me hapa të përshpejtuar. A mendon se do ta humbim këtë momentumin, të them, pasi që ne e dim se pas 17 vitesh, rreth 17 vitesh ka që Bashkimi Evropian, domethënë, ka hapur dyert për të zgjeruar, dhe a mendoni se do ta humbim edhe këtë momentum tash për qenë pjesë e Bashkimit Evropian me këtë tempo? Çështja e momentumit mendoj që është keq përdorë, është stërshfrytzues si fjalë, domethënë, unë nuk mendoj se aktualisht ka momentum. Unë mendoj që ne nuk duhet të tingëlloj shumë pesimist. Megjithatë, unë mendoj që ne humbëm momentumin, kishte një momentum dikur për zgjerim. Madje kishte edhe në tavolinë biseda me figurat më të larta të Bashkimit Evropian për këtë çështje, ne ndruam edhe emrin. Ishte momentumi në atë kohë për zgjerim. Tani unë e friksohem që ne kemi humbë momentumin pasi që, sidomos pas ndarjes nga Shqipëria, të cilët ishim si një paketë dhe asnjëra patjetër nuk guxonte që në një farë forme t'i hap negociatat për shkak se do të konsiderohej sikur njëri shtet lihet anash. Në momentin që ne u ndam nga Shqipëria, unë mendoj që ajo ishte humbja e momentumit. Tani çështja është se sa diplomacia e shtetit tonë, se sa ne do të jemi të aftë që ta krijojmë përsëri atë momentum dhe të jemi pjesë e tavolinave të më të larta të Bashkimit Evropian për t'i bindur ata se hej, ne jemi ende shumë të interesuar që të antarësohemi në Bashkimin Evropian. Po, kemi bërë gabime në hapa, po ne jemi dakordu që do të bëjmë ndryshimet kushtetuese, megjithatë tani më nuk kemi atë interes, megjithatë ne ju ofrojmë diçka tjetër në këmbim të hapjes të negociatave. Unë nuk e shoh këtë, Nora, unë nuk shoh se ne kemi diplomate dhe njerëz nga shteti jonë të cilët punojnë vazhdimisht për të dhënë zgjidhje alternative që nuk do të ishte ndryshimi i kushtetuesës. Nëse ne themi jo ndryshime kushtetuese për shkaqe të cilat i ka thënë kryeministri me të drejtë apo jo, këto nuk do të kisha marrë guximin që ta them. Atëherë çka është alternativa, çka ti i ofron Bullgarisë apo Bashkimit Evropian në mënyrë që ne të fillojmë negociatat me Bashkimin Evropian dhe të zhbllokohemi. Unë nuk shoh se jemi duke dhënë alternativa.
Pranvera ishe, do me thënë, diskutuam pjesën ku ke qenë edhe me përfaqësues, aktor politik të Bashkimit Evropian, gjithashtu edhe nga vendet e rajonit. Përmendëm deklaratet e ndryshme, e di se deri diku përputhemi të gjithë me këtë që e tha, po e tha shumë mirë Arditi, pasi që jemi gazetare dhe mund të thellohemi edhe gjuha jonë është pak më e drejt për drejt, por çka do të thotë si e përkthen pjesën, do të thënë jemi në rrugën e Bashkimit Evropian, jemi në atë rrugë, por Bullgaria nuk duhet të na vendos kushte tjera. Derisa ne kemi marrëveshje me Bullgarinë për t'i bërë ndryshimet kushtetuese. Dhe këtë vazhdimisht, do të thënë, është një thënie që është e patjetërsueshme, nuk është e negociueshme kjo çështje. Unë, si të them, kushtimisht thënë, ja kam frikën edhe një diskursi tjetër që shikojmë se po mundohet të gjej vend në skenën tonë dhe kjo është ajo që ne në këtë moment nga njëherë pozicionohemi edhe si viktima. Edhe stërviktimizohemi, te viktimizohemi në sensin që thënë në mënyrë plastike, po çfarë në qoftë se ne tani merremi edhe me hipoteza, po çfarë në qoftë se ne e plotësojmë edhe këtë kriterium, nga kemi ne siguri që nuk do derdhë një X shtet tjetër nga rajoni ose diku tjetër atje që na vendos një veto. Edhe kjo sikur po e mund argumentin dhe po fiton edhe më shumë përkraje edhe nga masa e gjerë dhe në këtë mënyrë me automatizëm rritet edhe euroskepticizmi. Dhe sikur po punohet edhe në mënyra edhe më perfide që ky euroskepticizëm aq sa ka qenë ekzistent tani të rritet në masë dhe kjo do të jetë një rrezik edhe më i madh, sepse atëherë edhe leadershipi ynë nga cila do palë që të ishte nga orientimi etnik, do ta kishte humbur interesin ose do ta kishte humbur dinamikën me të cilën tash për momentin i qasit kësaj tematike. Dhe prandaj e thash edhe në mënyrë kushtimisht e përmenda që kam frikë. Pra, frika ime është që do të përshfaqen në diskutim temat të tjera, të cilat janë thjesht pyetje retorike dhe nuk ka dikush që mund na jep garancë për një what if, çfarë nëse. Por mbetem optimiste. Optimisti është optimist deri në vdekje dhe unë jam njëra nga ata. Dhe mbetem optimiste që të paktën në qoftë se nuk do të ketë një gatishmëri të plot dhe me vendosmëri të plot nga vendi ynë, Unioni Evropian në anën tjetër do të, sepse e dim që jo pak përpjekje dhe jo pak zëra ka edhe në anën tjetër të Unionit Evropian që retorikave të këtilla edhe ju japin të drejtë deri diku, edhe i justifikojnë, ndaj edhe punohet, edhe nga ana tjetër që si them të gjendet jo modalitet, sepse në rrugën drejt Unionit Evropian nuk ka modalitet, nuk ka alternativë ose diçka tjetër, por të paktën të moderohen, le themi, qasjet e vendeve të tjera anëtare, mbase do të jetë diçka që një shteti mund t'i kërkohet një gjë, një ndryshim me një shumicë të caktuar dhe jo vetëm me veto ose një diçka të këtillë siç është tani me një veto absolute. Unë pra jam optimiste e një skenari të këtillë dhe që kjo do të jetë në favor edhe më të gjerë. Unë nuk e shikoj nëse do ndodhte një skenari këtillë, një zgjidhje e këtillë, kjo nuk do t'ishte absolutisht vetëm në favor të Maqedonisë së Veriut. Pa diskutim ne do t'ishim të parët që do të përfitonim, por do t'ishte në favor më të gjerë edhe në kontekstin geostrategjik, geopolitik, quajeni si të doni, që disa ndikime, nëse mund t'i themi kështu që veç zën vend gjithnjë më shumë, do të uleshin dhe do t'ishte një mekanizëm që të qartësohet ajo çka është Unioni Evropian dhe ajo çka është Evropë përgjithsisht. Se mund të ndërlidhem. Unë mendoj që në këtë botë domethënë unë nuk hipi në aeroplan për shkak të rrezikut se do të bjerë aeroplani. Nuk do të dal jashtë shtëpisë për shkak të rrezikut se mund të marrë ndonjë smundje. Kjo është e pranueshme tek njerëzit, tek ne, të cilët është shumë e natyrshme, domethënë. Megjithatë, çka bëjmë ne për ta menjanuar atë rrezik?
nuk mundet kryeministri të hiqet me atë se çka nëse nesër dikujt i teket për të na nxjerrë edhe një kusht tjetër. Po, kjo është mënyra se si Bashkimi Evropian aktualisht është duke funksionu. Në opinionin më të gjerë ka edhe debate të cilat e kritikojnë ashpër në fakt edhe mënyrën e funksionimit të Bashkimit Evropian, në fakt mënyrën se si bëhet votimi edhe zgjedhja votimi me konsenzusit e gjitha shteteve, pra e drejta e vetos. Edhe ka diskutime të larta të cilat sugjerojnë se ky votim nuk është në fakt i drejtë, pasi edhe unë jam një ndër ata që mendoj se në fakt nuk është ideali edhe duhet të mendohen edhe alternativa tjera. Megjithatë, tani jemi në këtë moment, tani të gjitha shtetet me të drejta të plota në Bashkimin Evropian kanë të drejtën e vetos, edhe nesër nëse i teket ndonjë rëspal mundet lirisht që të shfrytëzoj të drejtën e vetos edhe të kthejmë mbrapa disa hapa. Megjithatë, nëse ne me këtë arsyetim nuk i kyçemi edhe nuk i bëjmë detyrat tona të shtëpisë, atëherë do të ngelim për shumë gjatë kohë, do të stagnojmë në vend. E thash edhe më herët, ka diskutime për ndryshimin e kësaj mënyre të votimit në Bashkimin Evropian, edhe madje kemi pas Shqipërinë, Edi Ramën e kam dëgjuar kryeministrin i cili thotë që ne me çdo kush dëshirojmë të jemi pjesë e Bashkimit Evropian, qoftë edhe pa të drejtë vote. Domethënë edhe kjo diskutohet. Pse edhe ne të mos bëhemi pjesë e këtyre diskutimeve dhe jo të ushqejmë popullin me atë frikën se çka nëse ndodh kjo nesër, çka nëse ndodh ajo pas nesër. Kjo është mendoj shumë e papërgjithshme, sidomos kur vjen nga një person të cilit ja kemi dhënë kredibilitetin, ja kemi dhënë legitimitetin në fakt për të udhëhequr me ne edhe me fatin ton, sidomos me fatin e të rinjve, të cilët çdo ditë janë duke u larguar për shtetet e Bashkimit Evropian dhe po e braktisin vendin. Përmende një element mjaft të rëndësishëm, i cili është shumë i rëndësishëm në këtë rrugtim, harmonizimi i ligjeve, gjithsesi jetësimi i tyre. Ne jemi nënshkrues të shumë konventave ndërkombëtare, shumë deklaratave, e kemi edhe konventën e Stambollit për të drejtat e grave. Gjithashtu kemi mjaft, mirë po nga ana tjetër e shohim si një ngecje në realizimin e tyre në aspekt institucional. Ardit ju gjithashtu punoni edhe me të rinj. Tani kishit edhe një hulumtim të cilin e keni bërë për transparencën e universiteteve në vend, apo jo? Po. Çka do të thotë transparenca e institucioneve, në veçanti universiteteve? Transparenca është një ndër parimet bazë kyçe të Bashkimit Evropian. Duke diskutuar për gjëra të parëndësishme kur flasim për Bashkimin Evropian, shpesh herë i harrojmë në fakt ato parimet, ato vlerat e Bashkimit Evropian, të cilat transparenca është absolutisht një prej tyre, mënyra se si harxhohen parat tona, parat e taksapaguesve. Unë shpesh herë kur përballem edhe me studentët, edhe me njerëzit në evente të ndryshme, më thonë, po ti çka të intereson se sa para merr një profesor apo një ministër. Shumica e kanë normalizuar atë se është paraja e tyre dhe është punë e tyre. Në fakt harrojnë se bëhet fjalë për taksat e atyre, si cilën herë që ata paguajnë taksa, me ato para, në fakt paguhet çdo person publik. Kjo është e mjaftueshme për të qenë transparente edhe publike, sepse unë du ta di se ku shkojnë edhe si shfrytëzohen ato mjetet financiare të mjet. Forumi për ndryshime në arsim vazhdimisht kemi hulumtu transparencën në arsimin e lartë, edhe kësaj radhe i rangum se si qëndrojnë universitetet në vendin tonë, edhe Universiteti i Evropës Juglindore në fakt e mori vendin e parë si një ndër universitetet më transparente në vendin tonë, edhe shfrytëzoj rastin edhe përmes medias tuaj që ta përgëzoj, edhe të uroj që edhe universitetet tjera të marrin shembull se si një universitet duhet të funksionojë. Kemi universitete në Maqedoninë e Veriut, sidomos Universiteti i Tetovës, i cili rezultoi universiteti më pak transparent, më jo transparent, me 9.6 pikë nga gjithsej 21 pikë, të cilët nuk i publikojnë as dokumentet të cilat janë ligjërisht të obliguar që t'i publikojnë, siç janë buxhetet vjetore, buletinet edhe ngjashëm. Kjo është skandaloze në fakt, pasi e dërgon një mesazh edhe te studentët se përderisa ti nuk publikon diçka, ti nuk e tregon diçka,
ke diçka për të fshehur, edhe nëse nuk ka asgjë për të fshehur, përderisa nuk është publike për syrin e studentit, për syrin e njeriut, lë hapësirë shumë të madhe për dyshime. Mirë, po kjo është zinxhire, e theksove edhe ti, thuhet edhe në raportin e progresit për mos funksionimin e institucioneve tona, pasi të kishim në fakt institucione të cilat funksionojnë siç duhet, Universiteti i Tetovës tani do të ishte dënuar edhe në fakt ndëshkuar për mos në arsye i kemi alarmu të gjitha institucionet, në këtë rast edhe inspektoratin për arsim të lartë, megjithatë nuk shohim ndonjë reagim. Pra përderisa nuk i marrim seriozisht këto tema, siç është transparenca, gjyqësori, të drejtat e njeriut, ne nuk jemi gati edhe për Bashkimin Evropian, pasi unë e shoh edhe në popull është kriju kjo ideja se nëse ne nesër i votojmë ndryshimet kushtetuese, pas nesër jemi pjesë e Bashkimit Evropian. Jo, është proces shumë i gjatë, kërkon ndryshimin jo vetëm të ligjeve në letër, por edhe në implementimin e tyre, do kisha thënë edhe në mendësinë e popullatës. Me këtë mendësi që e kemi aktualisht në shumicën e vendit tonë, unë nuk e di se sa ne jemi të gatshëm që nesër t'ju themi amin ligjeve të cilat Bashkimi Evropian do të kërkojnë nga ne që t'i votojmë edhe të jemi pjesë e shoqërisë tonë. Pranvera, duke marrë parasysh këto që tha Arditi, duke marrë parasysh përvojën në fush, në teren, mund të themi, gjithashtu edhe Instituti për Leadership dhe Politika Publike punon në këtë drejtim, punon shumë me të rinjt, e di, por më thuaj se nëse kemi një ngulfatje të tillë të institucioneve, çfarë mesazhi japim të rinjve? Si i shohin dhe si mund t'i përqafojnë të rinjt vlerat nëse nuk ka mundësi që ata të bëjnë më shumë, nëse nuk ju jepet mundësi në fakt? Më pëlqen që i vure theks të veçanërisht mundësive për të rinjt dhe ky është njëri prej shkaqeve, faktorëve kyç që të rinjt tanë vendosin që të marrin valixhen dhe të largohen në një moment të jetës së tyre. Dhe edhe nga raportet të ndryshme ai i OECD-s së fundmi ose ngjashëm shikohet një përqind që është shumë alarmante, që është 60% e të rinjve të cilët deklarojnë që në qoftë se do t'ju jepej mundësia, do ta merrnin valixhen dhe do të largoheshin. Dhe pikërisht te ky moment fokusohemi edhe te njëra prej shtyllave që Instituti për Leadership dhe Politika Publike i zhvillon dhe që është ofrimi i mundësive për të rinjt në tregun e punës veçanërisht dhe këtu lënë anash modestin mund të krenohemi me një projekt të mbështetur nga ambasada e Holandës dhe që është shumë gjithëpërfshirës, ku përpara se t'i qasemi idejës së projektit, ne sigurisht kemi bërë hulumtimet veç atyre hulumtimeve që veç më ekzistojnë, hulumtime të thelluara sa i përket veçanërisht rajonit të Pollogut dhe se si të rinjt gjenden në tregun e punës në rajonin e Pollogut, pastaj çfarë është edhe kërkesa, çfarë është oferta, pse kërkesa dhe oferta nuk përputhen edhe ngjashëm. Organizat vendosim zakonisht t'i përgjigjemi në mënyrë proaktive, me ide konkrete dhe me veprime konkrete, pra nuk janë aty vetëm hulumtimet, por gjithsesi mbështeten këto edhe me çfarë bëjmë ne që ta zgjidhim në qoftë se shikojmë se diçka nuk shkon ose është një problematikë e caktuar. Kështu që po do të fokusohesha shumë te mundësitë që ju jepen, gjëgjësisht nuk ju jepen të rinjve në këtë vend, te sistemi i stërvjetruar, arsimor, jo vetëm në universitete, edhe në shkollimin më të ullët. Dhe kjo është ajo çfarë në mënyrë alarmante do duhet të punohet, sepse po ta shikosh edhe në këndvështrimin e integrimin në Unionin Evropian, ne duhet t'i kemi edhe këto kurikula, do me thënë në harmoni me ato që ofron në universitetet apo shkollat e Unionit Evropian, dhe këtu sërish do i referohem projektit të njëjtë ose programit tashmë që ne e zhvillojmë, ku në pika të ndryshme i referohemi edhe shembullit të Holandës, meqense edhe vetë Holanda e mbështet si iniciativë dhe që janë shumë ndryshe dhe shumë larg dhe që për fat të keq e sheh se kurikulat tona janë të njëjta që janë ofruar me kohën kur prindërit e mi janë shkolluar, dhe imagjino tani edhe fëmijët e mi shkollohen me të njëjtat kurikula. Është një gjë shumë e papranueshme. Pra ne nga njëherë nuk e kemi mbase fuqinë e vendimmarrjes që t'i ndrojmë gjërat në moment, por si sektor civil
e kemi gjithsesi fuqin për të filluar të ndryshojmë gjërat përmes programeve, mënyrave të ndryshme, qasjeve të ndryshme që ne i ofrojmë dhe leadershipi duhet seriozisht të mendoj, do me thënë janë disa shtylla që njeriu e targetojnë në mënyrë të drejt për drejt në jetën e tyre të përditshme. Dhe këtu ti gjithë ditën mund t'ju japësh ligjërata për Unionin Evropian, çfarë vlerash ka Amerika, Rusia, Turqia, cili do ndikim që ti dëshiron, ai në fund të ditës thot unë çfarë përfitoj, unë si e kam jetesën, fëmiu im në çfarë sistemi arsimor shkollohet, unë në cilin sistem shëndetësor drejtohem në qoftë se kam nevojë dhe këto janë ato baza në fund të ditës që qytetari e sheh shumë mirë dhe e bën dallimin. Nëse qytetari nuk arrin ta bëjë dallimin lehtas në politika dhe fjalë që tingëllojnë bukur dhe fjalë të mëdha, e bën dallimin në atë çfarë i ofrohet në sistem shëndetësor, në sistem arsimor e kështu me radhë. Pra, këtu mendoj që ka shumë hapësirë, nganjëherë ndjesia është sikur diçka shpesh herë leadershipet tona diçka që ka funksionu mirë e ndryshojnë në vend që ta ushqejnë edhe më tej atë që ka funksionu mirë dhe ta perfeksionojnë, ja ndryshojnë kahjen komplet dhe kemi duke e kthyer. Dhe kështu ndodh regresi. Regresi nuk është diçka tjetër. Edhe këtu në kurrikulat për shembull universitare, një gjë që nuk është se më inkurajohet, por kjo edhe me ligj janë konceptet që deri më herët kanë qenë të vendosura në kurrikulat formale se i përket punës praktike të ngjashëm, që tashmë nuk është kjo në universitete. Prandaj edhe ne mundohemi që nuk është ta plotësojmë, por gjithsesi nëse qasja do të ishte nga lart poshtë, kjo do të ishte shumë më e lehtë, shumë më dobisjellse dhe do të enabling environment, më falni për terminologjinë, nganjëherë nuk gjem fjalë shumë të përshtatshme, ndoshta edhe për shkak të punës së përditshme, po është ajo që është krijimi i ambientit, mundësimi i ambientit për të rinjt. Dhe kjo ka shumë rëndësi, të mundësosh ambientin për të rinjt këtu. Po patjetër, edhe dua të ndërlidhe me pyetje tjera se kemi shumë çka flasim, kam shumë çka flas me të dy. Shumë shkurt desha ta plotësoj pranverën. Sa e rëndësishme është që këto projekte të cilat i bën pranvera, të cilat i bën edhe forumi për ndryshime në arsim, i thekson edhe vetë raporti i progresit, i cili thotë se të rinjve në fakt ju mungon ajo puna praktike. Në raportin e progresit të fundit të Bashkimit Evropian thuhet që të rinjt nga mosha 15 deri në moshën 24 vjeçare, 29% janë të papunë, edhe kjo për shkak se shkolla nuk i përgatit me aftësitë që i kërkon tregu i punës, edhe në fakt Instituti për Leadership dhe organizata të tjera të cilat punojnë me të rinjt shërbejnë si një alternativë ku ata mund të bëjnë punën praktike pasi këtë shkolla apo arsimi formal nuk ua mundëson. Edhe kjo mund të shihet edhe me rezultatet e testit PISA, ku të rinjt tanë rezultojnë si analfabet funksional. Pra shkollat tona në një farforme janë fabrik për prodhimin e analfabetëve funksional, edhe nuk shoh se Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka marrë seriozisht këto fakte. Do doja të ndërlidhem kur përmende reforma, gjithashtu do doja të ndërlidhem edhe në pjesën e reformave në administrat, ishte e cekun gjithashtu edhe partizimi i administratës si një nga pengesat kyçe i cili pengon ato reformat në administrat. Kjo edhe pengon edhe procesin e vlerësimit apo pozitave meritore apo meritokracisë të cilin duhet ta kemi ta posedojmë si vlerë në shoqërinë tonë. Çka ke lexuar më shumë për reformat në administrat? Po, këtu partizimi i administratës publike është normalizu. Deri në atë pikë, sa që qytetarët tashmë mendojnë se është e vetmja mënyrë për të punësuar në qoftë se ti e njeh dikën që është në një parti politike e cila është në pushtet. Raporti i progresit jep theks të veçantë edhe partizimit të administratës publike, por edhe mos votimit të disa ligjeve të cilat do të ndikonin që të kemi një administratë sa më efikase. Për shembull, ligji për nënpunësit e lartë, i cili do të mësonte që
drejtorët e drejtorive të cilat shpeshherë janë bëjnë pjesë e tavolinave për pazare para koalicionimeve për krijimin e qeverisë, ti do i marrësh 3 drejtori, ti 4, ti 5, për ta parandalu këtë, ekziston një propozim ligj i cili po kalbet në zyrtaret e Parlamentit të Maqedonisë së Veriut, me anë të së cilit është rregulluar që këta drejtor mos të emërohen nga ana e partive politike, por të zgjidhen përmes një konkursi publik në formë të ngjashme si zgjidhet edhe kryetari i antikorrupsionit. Pra të gjithë këta kandidat për drejtor të jenë pjesë e një konkursi i cili do të intervistohen në sytë e publikut para kamerave në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut. Kjo duket shumë e bukur për të qenë e vërtet në vendin tonë. Janë votu disa ligje, vret një progres i mesatar në këtë çështje tek raporti i progresit, megjithatë ligjet thelbësore, të cilat në fakt nga themeli do ta ndryshonin mënyrën se si funksionon administrata publike, nuk ka vullnet nga, më lejo të them, nga asnjëra parti politike për tu votuar. Do me thënë, prapë se prapë pas ka diçka për të cilën jemi njëzëshëm. Plot gjë. Pranvera, ke qëtosh diçka për pjesën e administratës publike, apo jo, sigurisht janë të qarta, po janë të qarta vërejtjet edhe rekomandimet e Unionit Evropian, po është një nga sfera që unë vërtet nuk ja kam ide se si do të zgjidhej në një ambient kaq kompleks sa ky i yni, ku asnjë rapal nuk ka interes për një ndryshim të kësaj. Edhe më fal, këtu edhe vlen të theksohet vërejtjet e Bashkimit Evropian të vazhdueshme për minimizimin apo për zvogëlimin e numrit të ministrive dhe drejtorive, pasi kemi shumë. Kjo qeveri jo vetëm që nuk i zvogëloi, por i rriti, tani më kemi edhe më shumë ministri se sa që kemi pasur paraprakish, pra ka regres. Edhe komisionet e caktuara që vazhdimisht krijohen për një çështje të caktuar, të cilat i kemi çdo ditë në rritje e sipër, do doja të ndalem edhe tek shoqëria civile. Kemi shumë, do të thënë, organizata jo qeveritare, të cilat funksionojnë, mirë po duke marrë parasysh edhe procesin e reformave, gjitha këto që i diskutuam, nuk duket se rezultojmë shumë, se ka ndonjë presion, të themi, apo bëhet shoqëria civile zë kritik, apo arkitekti bashkëqeverisjes në këtë pjesë. Pasi që ka një rol të rëndësishëm dhe një rol shumë të madh në ndryshimin e kësaj situate. Absolutisht, pa diskutueshme është vlera edhe rëndësia e një shoqërie civile konstruktive në çdo vend, sepse ajo konsiderohet edhe si opozita e përhershme. Thënë kushtimisht, por në anën tjetër, për aq kohë sa ne nuk kemi një sistem të mirëfillt mbi të cilin do të bazohej puna e shoqërisë civile, nuk mund të presësh një lulëzim të kësaj të njëjtës, dhe këtu prapë ne në qoftë se do krahasoheshim edhe me ato vende të cilat i aspirojmë, atje dihet që shumë ndryshe funksionon shoqëria civile, bashkëpunimi ndërinstitucional edhe ngjashëm, kurse këtu as që flitet fare për institucionalizimin e vetë shoqërisë civile si një mekanizëm, sido që të jetë ai. Pra nuk flitet për një institucionalizim, dhe do të flitej në qoftë se do të kishte mekanizma të vendosur nga vetë shteti, të cilët do ta mbështesnin punën dhe progresin e shoqërisë civile në dikasteret, tematikat, fushat që ato i mbulojnë. Këtu funksionimi i shoqërisë civile te ne është shumë më shumë spontan, i lihet rastit, i lihet mundësisë që për momentin një X organizate shoqërisë civile mund të ketë për të mbështetur për ekzistencën e saj, dhe në momentin që nuk gjinden fonde, mundësi, sepse sigurisht edhe ekipi që punon në këto organizata duhet të mbahen gjithë ato resurse edhe këto gjëra, pra financat janë të domosdoshme,
Në momentin që këto lëkundet vetë organizata dhe sado që kritike mund të kishtë qenë si zë, ndalon së qënuri. Kështu që nuk, edhe për shkak të ndryshimeve që ndodhen kohëve të fundit, edhe me mbylljen e USAID-it, sepse fatkeqësisht për shoqërinë civile dhe organizatat e shoqërisë civile në Maqedoninë e Veriut të vetmet mënyra se si ato mund të mbijetojnë dhe të funksionojnë janë fondacionet e huaja, qeveritë e shteteve të huaja përmes ambasadave, programeve të ambasadave edhe ngjashëm. Dhe meqense ne shikojmë një ulje drastike të mbështetjes për shoqërinë civile, qoftë nga fondacione, qoftë nga qeveritë, madje edhe nga qeveria amerikane që e kemi folë dhe është konsumuesi tematik, atëherë i vë në rrezik edhe shoqërinë civile dhe e vë në rrezik edhe autonominë e tyre që të jetë në këtë rast zë kritik dhe nganjëherë edhe për hir të ekzistencës detyrohet që të bëhet bashkë, le të themi, sido që ta quajmë, por për momentin nuk shoh një shoqëri civile kritike dhe të fortë në vendin tonë. A do të thotë se kjo mund të jetë edhe ndonjë filtr me ndoshta edhe ndalesa e fondeve, apo të themi, ka qenë një zgjim për Bashkimin Evropian që të fokusohet më shumë për të dhënë më shumë ndoshta edhe tek shoqëria civile, për ta ulur burokracinë ndoshta për të aplikuar në projektet e tyre dhe për gjetur alternativa për të mbështetur shoqërinë civile në vendet kryesisht vendet kandidate. Por a e sheh edhe ndoshta si një filtrim i vetë organizatave jo qeveritare mes tyre për t'i vënë në pah ndoshta edhe organizatat e mirëfillta, mos them ato të cilat janë kredibile. Unë para një jave isha në Vjenë, në Austri, edhe më beso të gjitha sheshet kryesore pothuajse kishte nga një protest. Të gjitha protestat ishin me shumë njerëz. Protestat organizuara nga shoqëria civile për probleme të ndryshme. Në Serbi vjojnë ende protestat për shkak të një aksidenti, incidenti, tragjedie që mori jetën e disa njerëzve. Në Kosovë vazhdimisht kemi aksione guerile nga shoqëria civile, ka protesta të ndryshme, përballje të aktivistëve me politikanë dhe me pushtetarë, të themi kështu. Në ndërkohë të ne arsye për të protestuar na jepen çdo ditë. Nëse flasim në kontekstin e asaj se pse proteston Serbia, ne kemi edhe 1 milion herë më shumë arsye, edhe 100 herë më shumë viktima se sa Serbia, edhe arsye për të protestuar. Jo më larg se para disa muajve ndodhi edhe tragjedia më e madhe që ka dëshmuar ndonjëherë shteti jonë, që ishte tragjedia në Koçan, kemi pasur Laskarcën, Besatransin, të gjitha spitalin modular, dhe të gjitha këto kanë ardhur si pasojë e papërgjegjësisë të institucioneve. Këto nuk janë tragjedi natyrore. Të gjitha këto kanë mundur që të parandalohen. Për të gjitha këto ka pasur ndonjë protest aty këtu me 30-40 persona, me të gjithë njerëzit, unë kur dalë në protesta, të gjithë u flasë dhe humbi kohën duke bisedu me gjithë, sepse ne tashmë që protestojmë në këtë shtet njihemi dhe jemi numërohemi me gishtat e dorës, dhe kjo është fatkeqësi, është zbeh zëri kritik në këtë vend. Mendoj që nuk ka ardhur si pasojë e ndonjë cenzure nga shteti, më shumë është një autocenzur edhe dëshirë për të mbjetuar financiarisht për shkak të paaftësisë për të siguruar fonde alternative të Bashkimit Evropian. Ashtu si shteti jonë humbën miliona i pa fonde për shkak të paaftësisë për të aplikuar dhe për të shkruajtur projekte, ashtu paaftësi kemi edhe në organizatat e shoqërisë civile për të gjendur fonde për të aplikuar. Andaj është një cenzurë që ja vendosin vetes, ndoshta për të mbajtur financiarisht nga shteti. Është për keqardhje që ne të cilët luftojmë edhe për ndryshime në arsimin e lartë, shpeshherë hasemi në atë që nuk mund të gjejmë student për të realizuar një aksion të caktuar guerilla apo një protest të caktuar. Vetë themelimi i Universitetit të Tetovës është si rrjedhoj apo si pasojë e
aksioneve guerile, ato në fakt mësimet e para e kanë mbajtur në përbodrume, kjo nuk ka aksion gueril më të madh se sa vetë kjo, ndërkaq sot për ta mbrojtur këtë universitet, cilësinë në këtë universitet ka shumë pak zëra fatkeqësisht. Mbase mund ta plotësoj se përket pyetjes se a mund të ishte ky një mobilizim më i madh për Unionin Evropian dhe sigurimin e fondeve, ajo çka mungon fatkeqësisht në këtë moment nuk e shoh si optimiste qasjen. Diskutimet të këtilla zhvillohen, për shembull, në Bruksel pata mundësi që të marr pjesë edhe në një takim sa i përket programit Erasmus+, ku diskutoi pikërisht për alokimin e fondeve të Unionit Evropian në vetë këtë program, që në pamje të parë duket sikur nga 10 vjeçi i fundit tani kemi 2 fishim, pak më shumë se sa 2 fishim të asaj çka alokohet si buxhet për programin Erasmus+ në këtë rast. Por po ta shikosh me ndryshimet e inflacionit, çmimet dhe gjitha këto, pra i bie që asnjë progres nuk ka në këtë drejtim. Përkundrazi, vetëm se është pasuruar edhe më shumë ose është zgjeruar programi Erasmus+, tani më nuk i shërben vetëm mobilitetit të studentëve, ajo për çka ishte themeluar si një program i veçantë, por aty do të ketë edhe shumë tematika të tjera që do të ngërthehen. Pra, unë zgjidhjen e funksionimit të shoqërisë civile të mirëfillt e shikoj vetëm te një shtet i fuqishëm, si për shembull mënyra se si Holanda, prapë do t'i referohem, mbështet organizatat e veta qytetare, është që për programet të caktuara ka organizatat të caktuara të cilat i udhëheqin ato programe dhe që janë në një farë forme në partneritet me vetë qeverinë, edhe të gjithë janë në frymën e progresit. Dhe jo domosdoshmërisht shoqëria civile ose organizatat e shoqërisë civile, përveç në rastet kur duhet të protestohet, por jo domosdoshmërisht duhet të shikohet si antagoniste ose të kundërta me njëra tjetrën. Edhe në fakt, nëse mund të ndërlidhemi, në fakt shihemi si antagoniste dhe si armiq të gjitha atyre të cilët ne në kushtimisht i kritikojmë. Të jesh aktivist qytetar edhe të jesh pjesë e aksioneve guerile nuk është e thjeshtë, edhe ne të cilët po tentojmë që ta mbajmë gjallë dhe këtë frymë në shoqërinë civile, më beso përballemi me shumë sfida. Një pjesë edhe organizatës Mokuqa, ne kemi antare e cila është në proces gjyqësor për shkak të kërcënimeve që i ka marrë, për shkak të punës, të lajmeve që janë publikuar në portalin apo në organizatën tonë jo qeveritare. Ndërkohë në forumin për ndryshime në arsim kemi një ndër kritikat më të mëdha që i kemi pasur ne edhe sugjerimet që kemi dhënë Ministrisë së Arsimit të Shkencës edhe universiteteve është që t'i largojnë nga radhët e tyre profesorët të cilët përfshihen në listën e zezë amerikane për korrupsion, pasi ne konsiderojmë se studentët nuk mund të mësojnë nga këta figura të cilat me vull janë të korruptuar, me vullën e shteteve të bashkuara, pra të State Departmentit, edhe me çka përballemi ne, përpost që përballemi me një heshtje nga institucionet që injorojnë totalisht këtë kërkesë tonë, çdo ditë pothuajse në zyrat tona vijnë letra nga avokat të ja mund ta përmendi dhe me emër, të Koço Angjushev, i cili dërgon avokat nga Amerika letra paralajmëruese, kërcënuese me ton kërcënues për aktivistët e organizatës tonë, për ne si themelues të asaj organizate, se nëse ne vazhdojmë t'ja përmendim atij emrin, do të përballemi me pasoja të ndryshme. Këto janë edhe slep paditë të cilat i kemi apo jo në fushën e mediave, se ne si shtash do të kishim shumë çka të flasim, se edhe pjesën e lirinë e mediave deri ku e kemi dhe sa mund të shprehemi apo tani edhe dhuna, kishim edhe ditët ku shënohen ditët e aktivizmit, kur gjithë jemi aktiv ndoshta, por shumë pak përflitet edhe shumë pak bëhet ndoshta në ditët tjera, ku fokusin do ta kishim vendos, po do dua të rikthehem përsëri te rinia, Ardit. Gjithë këto që i folëm, ndoshta i përmbledhëm me një farë forme. A shohim te rinia ndonjë transformim, ndonjë rifreskim apo lodhje?
Sa është i rrezikshëm për këtë rrugtimin tonë drejt Bashkimit Evropian, kjo ikje e trurit? I vetmi transformim që e shohim te të rinjt aktualisht është lokacioni i tyre nga Maqedonia për në shtetet e Bashkimit Evropian. Për fat të keq nuk shoh një rini shumë të interesuar për të bërë ndryshime në këtë vend, me të drejtë, mbase një pjesë e tyre nuk besojnë se në fakt mundi i tyre këtu do të shpërblehej, se zëri i tyre do të dëgjohej nga ana e institucioneve dhe marrin rrugën e cila për shumë mund të duket si më e lehtë, por në fakt nuk është më e lehtë atë që të ndryshosh vendlinjën, të lësh familjen, të lësh gjithçka që ke këtu për të kërkuar një jetë më të mirë në Bashkimin Evropian. Megjithatë, arsye për të ikur kanë shumë më shumë se sa për të qëndruar. Edhe unë nuk mund të jem hipokrit Nora, sado që punoj në këto politika, edhe t'ju them të rinjve qëndroni këtu. Pasi nuk e kam atë guxim që t'ju them atyre të qëndroni këtu, pasi nesër ai mund të më telefonoj dhe të më thotë që në fakt unë qëndrova këtu, mirë po më ka ndodhur kjo, më është dashur një dokument në komunë, më kanë kërku rishfet, kam shku në spital, më kanë kërku rishfet, më ka vdek gjyshi pasi në vend të hemoterapis i kanë dhënë ujë, siç edhe ndodh në vendin tonë, ka edhe raste gjyqësore. Pra, të rinjt të cilët gjejnë alternativa më të mira për të jetuar jashtë, une në fakt vetëm do t'i kisha përshëndetur edhe shumë mirë për ata, nëse gjenden, shoh një ftohje të asaj që të shpresës për të bë më mirë këtu, me të drejtë. A e din, Nora, se në fakt në raportin e progresit 106 herë përmendet fjala korrupsion edhe shteti së drejtës, corruption and rule of law. Dhe më thonë, në një raport i cili nuk është aq voluminos, 106 herë përmenden këto, edhe thuhet që ky korrupsion është i shpërndar kudo, edhe që është më e keqja në fakt është i pandëshkueshëm. Sidomos kur bëhet nga zyrtarët. Një ndër kritikat më të mëdha që jep ky raport i progresit është edhe kodi penal, i cili na ngeli kushtimisht të them trashëgimi nga qeveria e kaluar, me anë të së cilit u zvogluan në 5 vite dënimet për zyrtarët të cilët do të kapen në hajni, në korrupsion, edhe mundësoi vjetërsimin e landove të cilat po ishin në proces gjyqësor me vite që të vjetrohen edhe të mos përgjigjen për ato vepra penale shumë ish politikan të lartë, siç është Gruevski, Sasho Mjalkov, edhe ngjashëm. Të rinjt i shohin këto gjëra, sado që duken të pa interesuar për çështje politike edhe për çështje formale, ato i shohin këto gjëra, kanë sy shumë më kritik se sa moshat ndoshta më të shtyra në vendin tonë, edhe krejt këto gjëra në fakt ndikojnë që ata të marrin vendimin final, i cili, siç e shohim, rezulton të jetë edhe me largimin e tyre nga vendi jonë. Pranvera, duke punuar me të rinjt, kohën e fundit nuk shohim se të rinjt iken vetëm për arsye, se dhe siç e ceki Arditi, domethënë duke marrë parasysh ata. Po. Jo për gjendjen e tyre ekonomike, por për mirëqenie sociale ndoshta më shumë. Absolutisht, është edhe ajo që u përmend edhe nga Arditi është mosbesimi në funksionimin e këtij sistemi, ose nganjëherë përkthim si mos funksionim, sistemi jo funksional, si të duam ta quajmë, dhe ky është një dekurajim i madh për çdo të ri i cili sheh në vete potencial edhe kapacitet që edhe diku tjetër doja kishte dal aq më mirë kur nuk do t'i kishte pengesa që i ka në vendin tonë. Dhe ky është një alarm që po kumbon tashmë jo kohëve të fundit, kumbon zëshëm shumë më herët, por veshi që ndroni shurdhër ndaj këtij alarmi në vazhdimsi, nuk sado që qeverit, garniturat shkojnë e vinë dhe gjithë secila në duke të parë në piedestal e ka zgjidhjen e çështjes të rinjve, çështjen e migracionit, uljen e këtyre shifrave që janë alarmante. Po unë tashmë po i ridestinoj shpresat në vend që
të parandalohet, sepse s'po e parandalojmë dot, ne bëjmë maksimumin gjithë secili dhe do të lumturohesh nëse do ta parandalonim, por të paktën le të shpresojmë për një brain circulation ose qarkullim të mendjes. Në qoftë se kemi ikje të trurit, tani le të themi të shpresojmë që do të kemi rikthim të trurit dhe kjo do të ishte një avantazh shumë i madh për një vend me një potencial si Maqedonia e Veriut, dhe kur them potencial, do të them potenciali hatashëm shumë i madh i të rinjve për nga numri, për nga kapaciteti, por në anën tjetër edhe si potencial zhvillimor, do të kisha dashur që nga të rinjt, të cilët janë shkolluar, janë pajisur me kualifikime të ndryshme dhe ngjashëm, të shikojnë mundësi dhe rikthim këtu, dhe sepse vendi detyrimisht duhet të bëhet nga gjenerata e re. Në qoftë se ata janë ata të cilët shikojnë gjithë këto parregullsi, gjithë këtë mos funksionime dhe gjithë çka, atëherë do kisha dashur që të shikoj shumë më shumë pjesëmarrje të tyre në zgjidhjen e kësaj problematike. Pra në qoftë se ata në një moment kanë parë një mundësi dhe shumë mirë kanë bërë nëse janë larguar për të marrë gjithë atë eksperiencë, gjithë çka që ofron një mundësi e këtill, mund ta gjejnë nëse besojnë vendin që ta riinvestojnë gjithë potencialin e tyre në tashmë si një profil shumë më të formësuar. Do t'ju parashtroj edhe një pyetje, pa u zgjeruar shumë edhe në tema tjera, sepse si thash kemi edhe temën e barazisë gjinore që shpresoj se do t'ju kemi së bashku shumë shpejt dhe do t'a diskutojmë edhe gratë në jetën publike se si i trajtojmë ne. A jemi gati për konkluzat e Bashkimit Evropian, apo konkluzat e Bashkimit Evropian do të na tregojnë se ne nuk jemi gati për në Bashkimin Evropian? Përgjithsisht i referohesh sigurisht. Jo për temën e... Në përgjithsi. Prandaj u shkaputa nga një temë e saktuar. Mendoj që ne jemi gati për konkluzat. Nuk besoj që do të befasohemi shumë, sepse ne e dim ku jemi, si jemi dhe kush jemi. Ndaj edhe nuk besoj që do të na zë në befasi si shumë gjëra tjera që na zë në befasi shpesh herë. Shumë do doja që t'jem optimiste, por nuk, për fat të keq, nuk arrit do të bind veten që t'jem optimiste. Inshallah do t'jem gabim dhe atëherë do ta marr fjalën mbrapa. Nuk shikoj dritë të madhe për atë çfarë do të vi si feedback, edhe sepse ne e kemi parë se çfarë kemi punuar gjatë kësaj kohe, ku jemi, cila është gatishmëria jonë, çfarë bëjmë, dhe që kjo nuk përkon me atë çfarë deklarojmë. Ndaj edhe mendoj që do t'jenë gjëra të pritshme, por do duhej të jetë shumë më shumë fokusi i orientuar se si do vijojmë më andej. Si do t'i kalojmë gjithë këto pengesa, si do ta rikthejmë besimin e humbur te qytetarët, si do të luftojmë, sepse jam shumë e bindur që ne ka shumë gjëra për të bërë në paralele të ndryshme, në qoftë se edhe në rastin më të keq kemi një stepje për ndryshimet kushtetuese, atëherë s'duhet të kemi asnjë lloj stepje dhe asnjë lloj kufizimi që ne të ecim përpara me progres në kapitujt të tjerë të cilët duhet drejt të cilëve duhet të punojmë që t'i hapim, t'i ndryshojmë, t'i harmonizojmë dhe gjitha këto. Prandaj mendoj që në asnjë moment nuk duhet të ndalet energjia drejt harmonizimit edhe drejt punës konkretisht në sektore, në fusha të caktuara, dhe këtu nuk kemi asnjë justifikim. Në qoftë se këtu e kemi ndryshimet kushtetuese, atëherë të presim, nuk e di, mbase edhe do të ndodhë ndonjë mrekulli që do të tregohemi të hapur ndaj ndryshimeve kushtetuese, do t'i bëjmë ato. Gjithçka ndodh, në qoftë se ndodh gjithçka në nivel global, në Amerikë mund të ndodh gjithçka, edhe te ne mbase mund të ndodh diçka, le të jemi optimist. Por ne gjithsesi duhet të qëndrojmë shumë stoik drejt asaj çfarë e dim se janë punët dhe detyrat tona, dhe duhet t'i menaxhojmë ato me dinjitet dhe me seriozitetin maksimal.
Ardit? Po, kretë çka unë në fakt Nora shpresoj, dhe jem shumë shkurt, kretë çka shpresoj është të paktën të mos ketë regres. Ne konkluza raporte marrim thuajse çdo vit, edhe të gjitha nuk janë të mira, por të paktën mos të jenë më të këqija se ato paraprake, të paktën të mos kemi shku mbrapa me hapa. Kjo në fakt mu do të më gëzonte, pasi ne standardin e kemi rëzu deri aty, sa që themi të paktën të jemi këtu ku jemi, të ruhet status quo-ja, mos bëhet ma keq, sepse potenciali për të bë ma keq është shumë i madh, më i madh ndoshta se sa potenciali për të bë ma mirë nga ajo që shohim ne. A jemi gati nëse ne i arsyetohemi apo i përgjigjemi konkluzave apo atyre kritikave që do të vinë në ato konkluza njëjtë siç ju përgjigjem raportit të progresit me një tallje, duke thënë se ne jemi para Shqipërisë edhe se ne qëndrojmë mirë edhe se jemi gati dhe se faji qëndron te Bashkimi Evropian, atëherë vaj halli për ne, punët i kemi shumë keq. Nëse ne edhe atyre konkluzave do të ulemi dhe do t'ju qasemi seriozisht, do t'i marrim ekspertët më të mirë të këtij vendi, kemi shumë ekspertë mirë të cilët kanë dhënë edhe alternativa se si të zgjidhim çështjen me Bullgarinë, edhe do t'i dëgjojmë realisht ata ekspertë, edhe do të japim zgjidhje alternative për problemet tona, atëherë do të ishte shumë mirë. Mirë po unë dyshoj në qasjen konstruktive të paktën të kësaj garnitura. Të faleminderit Ardit, të faleminderit Pranvera. Faleminderit. Ishte kënaqësi që biseduam sonte për shumë çështje, por edhe shumë të tjera lam për në vitin 2026. Unë shpresoj t'ju kem shumë shpejt, të diskutojmë edhe çështjen e konkluzave, por ndoshta edhe ndonjë ecuri pozitive, apo sepse duhet ta përfundojmë me optimizëm. Faleminderit shumë për ftesën. Të nderuar teleshikues, përmbyllim këtu edhe këtë emision. Bashkimi Evropian dhe ne diskutuam për shumë çështje. Shpresojmë se do të kemi ecuri në reforma dhe jo vetëm të deklarohemi për atë se çka jemi dhe çka duam të jemi nesër. Shpresoj se në radhë tjera do të flasim me më shumë optimizëm dhe do të flasim për ecurin ton në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Ju faleminderit sonte që ishit me ne. Natën e mirë.